Agjerimi është stopim I njeriut nga ushqimi, nga pija, nga intimiteti. Prej imsakut, prej syfyrit, e deri tek perëndimi I diellit. Me një fjalë, njeriu duron edhe stopon veten nga këto gjëra. Në këtë kontekst, kuptimi I agjerimit është I ngjashëm me kuptimin e sabrit dhe durimit. Allahu Jalla wa Ala për këtë vepër ka premtuar shpërblime të mëdha, të cilat vetëm ai I din. Thot në Kur'an: "Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab." Allahu Jalla Jalaluhu I shpërblen durimtarët pa llogari. Agjerimi është vepra më e sinqertë me të cilën njeriu afrohet tek Allahu Jalla Jalaluhu. Për shkak të saj, Allahu në një hadith qudsi thot: "Fa innahu li wa ana ajzi bihi." Agjerimi është për mua, edhe unë di se si ta shpërblej atë. Nëse ndalemi edhe analizojmë mirë këtë hadith, e shohim se shpërblimi I agjerimit është madhështor, për faktin se nëse Allahu Jalla Jalaluhu një gjë në ligjërimet e tij, në ajetet e tij, në hadithet qudsi, kështu me radhë, në argumentet fetare, e lën këtë formë, duke mos e precizuar shpërblimin, atëherë dije se shpërblimi I Allahut është marramendës. Për çdo vepër thuaja se Allahu ka caktuar çmim. Ka përmend kush e kryen këtë vepër e ka këtë shpërblim. Kush e kryen veprën tjetër e ka këtë shpërblim. Mirë po për sabrin edhe agjerimin, e që agjerimin në esencë e ka të njëjtë kuptimin e sabrit, thot se unë ndurimtarët I shpërblej pa kufi. Andaj vëllezër dhe motra, të nxitojmë në realizimin e këtij adhurimi madhështor në këtë muaj të shenjët, që të afrohemi te Allahu Jalla wa Ala sa më shumë, edhe të arrijmë ato shpërblime të cilat Allahu I ka lënë në dijen e tij.